Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka shpërsuar tonet ndaj Iranit, duke deklaruar se Teherani duhet të ngrejë flamurin e bardhë të dorëzimit në një moment kur tensionet mes dy vendeve mbeten të larta. Duke folur nga zyra ovale, Trump u shpreh se Irani ka humbur ndjeshëm fuqinë ushtarake dhe, sipas tij, nuk përbën më një kërcënim serioz. Ai përdori një gjuhë të fortë, duke krahasuar arsenalin iranian me armë të dobta, ndërsa theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë kontroll total mbi situatën. Komentet e tij vijnë vetëm pak orë pasi forcat iraniane kanë qelluar drejt anijeve amerikane në ngushticën e Hormuzit, një nga pikat më strategjike për furnizimin global me energji. Megjithatë, pavarësisht incidenteve, administrata amerikane këmbgul se armëpushimi i brisht mes dy vendeve nuk është prishur zyrtarisht. Trump gjithashtu vlerësoi bllokadën detare të vendosur nga SBA ndaj Iranit, duke e cilësuar atë si të pathyeshme, ndërsa shtoi se kjo strategji po funksionon dhe po rrit presionin ndaj Teheranit. Sipas tij, Irani në mënyrë private kërkon një marrëveshje dhe pse publikisht mban një qëndrim sfidues. Presidenti amerikan akuzoi udhëheqjen iraniane për lojra, duke pretenduar se komunikimet mes palëve ndodhin për mohohen në publik. I pyetur se çfarë do të konsiderojë shkelja e armëpushimit, Trump dha një përgjigje të paqartë, duke thënë se Irani e di çfarë nuk duhet të bëjë, dhe se SBA do të reagojë në momentin e duhur. Analistët paralajmërojnë se retorika e fortë nga të dyja palët rrit rrezikun e një përshkallëzimi të ri, edhe pse aktualisht armëpushimi vazhdon të qëndrojë në fuqi.